marrëdhënia në finale tua me gruan e Mirit. Po. Marrëdhënia me gruan e tij, unë nuk dua të futem tek jeta personale, private e tyre. Tani unë dua të përgëzoj Rabean, është një grua fantastike, sepse mesazhet që Miri jepte nga brenda, sido që Miri t'i shpjegon, domethënë ne i kemi lexuar ato si pëlqime, si ndjesi, si dashuri, si emocion, për një grua jashtë dhe sidomos një shoqëri ku komentet, paragjykimet janë pjesa kryesore, nuk është e lehtë. Po të ishte ndonjë grua tjetër, jam shumë i bindur që do kishte hyrë brenda shtëpisë Big Brotherit dhe do kishte bërë namin. Gruaja e Mirit ka mbajtur një qendrim jashtëzakonisht të bukur, mendoj që e vetmja që e ka ruajtur imazhin e Mirit dhe atë karrierën 25 vite artistike është ajo, sepse ka luftuar kundër gjithë asaj shoqërie me një urrëtie shumë të madhe për këtë marrëdhënie, por ftofësia e Mirit, mendoj që vetë raporti i tyre është i tillë i ndërtuar. Miri ka treguar dhe brenda shtëpisë, domethënë jeta e tyre ka qenë gjithmonë e ndarë, ai ka jetuar në Shqipëri, zonja në fjalë ka jetuar në Gjermani. Ndoshta është karakteri tipit të tij që është shumë i ftohtë, ndoshta është ai djali me ato traditat shqiptare që unë para prindërve nuk e ul dinjitetin tim të burit, nuk e budh gruan time në ball, qëndroj pak më i ftohtë, por okay, u lexua si kështu, domethënë ishte pak i ftohtë në raport me vajzën edhe me gruan e tij. Këtë do ta shpjegoj shumë bukur Miri, por mendoj që tek Selin dhe raporti mes gruas së Mirit dhe Selin, Miri ka patur një lloj simpatie për Selinën. Në fillim, atë simpati vazhdonte ta ketë edhe pas kur u shkatrua marrëdhënia, sepse po ta analizoj mirë lojën e Mirit, domethënë si në dhomën e rrëfimit, si në përcepat e shtëpisë, si në dhomën të ndenjës, Miri fliste vetëm për afrimitetin sërish me Selin, për lojën me Selin, domethënë ishte fokusuar tek Selin dhe tek surpriza me vajzën. Nëse do të rikthehemi, Miri më shumë t'i foli për Selin se për gruan e tij. Ka në pamje një lloj ftokje, por mendoj që Miri tani e ka kohën dhe besoj që ka reflektuar nga të gjitha këto mesazhe që ka parë, dhe kjo ndoshta do të ndikon për ta bindur një herë e mirë që Rabea është personi që atë vërtet e do dhe mund të ketë një rrugtim më të bukur në jetën e tyre, se njeriu gjithmonë reflekton, besojmë në